Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet dhe mëshira e Tij qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Alhamdulillah për mirësitë dhe begatitet pa numërta që na ka falë i madhi Zot, e në krye të listës qëndron fakti që jemi të udhëzuar. Alhamdulillah. Mirësi dhe begati që nuk ja dalim Zotit si mirësi për ta falendëruar, sikur t'i rishim gjithë jetën sejdë. Alhamdulillah. Alhamdulillah që Zoti na ka mundsuar shëtrim në këto net para Ramazanit, si një periudhë para përgatitore për të pritë Ramazanin, të rrimë me oxhallar të nderuar, të respektuar, cilët na kanë vizituar, janë përgjigjur ftesës, edhe ne jemi shumë të ndjerë mirë që na kanë vlerësuar ftesën tonë dhe janë në mesin tonë. Ndër këto oxhallar të nderuar, të cilët na janë përgjigjur te Hoxha Hipogradecit, Hoxh Mireli, i cili alhamdulillah përgjigj ftesës sonë me kënaqësi, edhe alhamdulillah sonte do të jemi me këshillat e Tij, me porositë e Tij, në mënyrë që na shtohet imani dhe besimi, e inshallah shërben kjo ligjërat që na zbuten zemrat, të reflektojmë e të jemi më të përgatitur dhe më të kalitur për t'i dhënë Ramazanit hakun që i takon, sepse nuk na ndajnë dhe shumë ditë nga Ramazani. Për këtë arsye do të mundohemi ta ruajmë tempin që të jemi inshallah taala përgatit që të përfitojmë sa më shumë për kësaj mirësie të Zotit. Kështu që Hoxh, në radhë parë falenderojmë se ka ardhur nga larg, Zoti shpërbleft, e në radhë dytë Zoti prapë shpërbleft, sepse do të jemi të vlerësuar me fjalët dhe këshillat që Ti do të na japësh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit, falenderimet dhe madhrimet janë për Allahun e madhruar, Zotin e botrave. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje, ndihmë dhe udhëzim kërkojmë. Me të vërtetë, atë që Allahu i madhruar e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, s'ka kush ta humbi. Dhe atë që Allahu i madhruar e ka lënë në humbje, s'ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të madhruar, dhe se profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Të nderuar xhamatlinj, i nderuar hoxha jon i dashur, ju falenderoj nga zemra që më bët pjesë e këtij xhamati dhe kësaj xhamie të madhe të Shqipërisë, që të ndajmë bashkarisht disa këshilla në prag të muajit të begat të Ramazanit. Hoxhallar të nderuar, parafolësit të cilët kanë folur përpara meje, ndoshta i kanë trajtuar më mirë se sa do t'i trajtoj unë sot. Por gjithmonë neve nisemi nga porosia e Allahut madhruar, dhekir fejne dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujtoj besimtarët, sepse me të vërtetë përkujtimi ju bën dobi atyre. Allahun e madhruar e falenderojmë pa mas, i cili e ka bërë muajin e begat të Ramazanit një muaj i cili e zotria i të gjithë muajve. Një muaj ku adhurimet, veprat e mira shumë fishohen, shumë në peshoren në ditën kur do të peshohen tek Allahu i madhruar. Dhe kjo është një prej mirësive të Allahut madhruar për robërit e Tij. Allahun e madhruar e falenderojmë, i cili na ka udhëzuar, na ka bërë prej të dashurve të Tij, na ka bërë prej të zgjedhurve të Tij. Allahun e madhruar e falenderojmë, i cili na ka përzgjedhur, sepse edhe ata të cilët qëndrojnë në mexhliset e dijes janë ata të cilët Allahu i madhruar i ka përzgjedhur. Allahun e madhruar e falenderojmë për çdo mirësi dhe çdo begati, të dukshme dhe të padukshme që ne e gëzojmë dhe jetojmë në jetën e kësaj dynjaje. Pas falënderimit të Allahut madhruar, dua të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për hoxhën tim të dashur të zemrës, Hoxh Ahmedin,
që një muaj para kur më erdhi ftesa, jam ndjer shumë i emocionuar. Sepse kjo xhami është xhami me peshë të madhe në vendin tonë. Është një xhami ku nuk besoj se çdo student që ka ardhur të studiojë këtu në këtë kryeqytet është formuar dhe ka marrë formimin islam pikërisht këtu në këtë xhami. Dhe gjej rastin dhe mundësinë ta përgëzoj dhe t'i them Hoxha Ahmedit, Zoti të shpërbleft, Zoti të dhënë të jetë gjatë dhe t'i pranoft punët dhe veprat e mira, sepse me të vërtet gjurmët e tua janë edhe tek fëmijët tanë të cilët ne i kemi sjell të arsimojnë dhe të studiojnë në kryeqytet. Të nderuar vëllezër, për të mos humbur kohë, unë kam përgatitur të ndaj bashkërisht me ju temën Kjo është koha. Kjo është koha, e kam quajtur këtë temë sepse muaji i Ramazanit është muaj i veçantë, është muaj i cili edhe vetë Allah i madhruar e ka veçuar nga muajt e tjerë. Është koha ku ditët i ka të caktuara, i ka ditë të numëruara, i ka ditë të cilat ecin shumë shpejt, por janë ditë të cilat Allah i madhruar nuk na i ka sjellë për të na munduar. Nuk na i ka sjellë që ne të ndjejmë lodhje për këtyre ditëve. Janë ditë të cilat do të rëndojnë shumë dhe shpresoj tek Allah i madhruar që të jemi për atyre të cilëve do të pranohet agjërimi dhe veprat e tyre të mira. Janë ditë të cilat janë të numëruara dhe të përcaktuara prej Allahut të madhruar. Kujtimet dhe kënaqësitë e këtyre ditëve dhe këtyre netëve janë të paharruara. Dhe nuk e vjen në dyshim se gjithsecili prej nesh netët e Ramazanit i kujton me mall edhe mallëngjehet, ai i cili ja di kuptimin çfarë do me thënë dhe çfarë mirësie të madhe të ka dhënë Allahu i madhruar që të përjetosh agjërimin e muajit të Ramazanit. Vërtet janë net të paharrueshme, ku zemrat qetësohen, lotët rrjedhin edhe shpirti rahatohet. Dhe këto nuk mund t'i gjejmë vetëm se në këtë muaj të begat të Ramazanit, edhe kjo është koha për të cilën ne duhet të përgatitemi që kur të hyjmë të jemi të përgatitur, të stërvitur dhe të përjetojmë jo ditët, po edhe orët, edhe minutët e Ramazanit, të përjetojmë ashtu siç duhet. Prandaj, të nderuar vëllezër, po e nis me atë çfarë i dërguari Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i përgëzonte ashabët e vet. Edhe ne duhet ta përgëzojmë njëri tjetrin me hadithin e njohur dhe ndoshta këtu në xhami është përmendur shumë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thoshte ju erdhi muaji i Ramazanit, muaj i bekuar, muaj me begati, me plot mirësi. Allahu ja u ka urdhëruar që ta agjëroni në të. Në këtë muaj, Allahu i madhruar i hap dyert e xhenetit. Në këtë muaj, Allahu i madhruar i mbyll dyert e zjarrit të xhenemit. Në këtë muaj, Allahu i madhruar i lidh, i prangos shejtanët dhe xhinët agresor, dhe në këtë muaj ndodhet një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. A ka mirësi më të mëdha se këto, të cilat i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, mësuesi i njerëzimit, i përgëzonte sahabët e vet. Edhe ne duhet të përgëzojmë vetet tona, familjarët tanë, edhe shoqërinë ku neve jetojmë me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pak ditë na mbetet që të hyjmë dhe të startojmë në këtë muaj të begat. Si mos të gëzohet besimtari në këtë muaj kur mendon që dyert e mëshirës, dyert e xhenetit janë të hapura? Si mos të gëzohet mëkatari, ai i cili e ka ngarkuar veten e tij me gjunahe, kur e mendon dhe mediton rreth thënies së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që hapen dyert e xhenetit edhe mbyllen dyert e xhenemit. Kjo nuk është vetëm një përgëzim, por kjo është një mëshirë shumë e madhe për atë të cilin Allah i madhruar ja mundëson që të arrijë dhe të hyjë në muajin e Ramazanit. Si mos të gëzohet ai i cili është i mençur dhe ai i cili e ka studiuar shumë mirë se çfarë do të thënë shtylla e 4 e agjërimit të muajit të Ramazanit, ku në këtë kohë lidhen shejtanët e mallkuar, muaj të cilin
nuk e arrin asnjë muaj tjetër me vlerë dhe me shpërblim siç është muaji i begat i Ramazanit. Ardhja e këtij muaji është begati e madhe për atë të cilin Allahu i madhruar ja ka mundësuar që të jetoj. Lusë Allahun e madhruar që ta arrim këtë muaj dhe ta përjetojmë ashtu siç duhet. Të nderuar vëllezër, kjo është koha. Kjo është koha e cila për dike edhe mund të mos këthehet me. Kjo është koha ku të mençurit duhet të qëndrojnë dhe duhet të meditojnë dhe duhet të falenderojnë Zotin për mirësinë dhe begatinë e ardhjes dhe arritjes së muajit të madhnueshëm të Ramazanit. Është koha për të cilën Allahu i madhruar është betuar në Kur'anin famëlar. Dhe ne e dim shumë mirë kur Allahu i madhruar betohet, pasaj vjen një çështje shumë e rëndësishme të madhe. Dhe Allahu i madhruar në surja më e shkurtër në Kur'an, surja e kohës që është quajtur Suratul Asr, çfarë thot Allahu i madhruar? Wal Asr, betohem në kohën. Innal insana lafi khusr. Me të vërtet njeriu është në një humbje të sigurt. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Me përjashtim të atyre të cilët e besuan Allahun e madhruar. Dhe këtë besim nuk e lanë thjesht besim në zemrat e tyre, por e pasuan e jetësuan me veprat e mira. Wa tawasau bil haq, dhe këshillonin njëri tjetrin për punë dhe për vepra të mira. Wa tawasau bis sabr, dhe këshillonin njëri tjetrin për të qenë të durueshëm. Imam Shafiu rahimahullah ka thënë sikur të kishte zbritur vetëm kjo sure do t'i mjaftonte njerëzimit, sepse në këtë sure përmblidhet e gjithë jeta e njeriu, besimi në Zot, shfrytëzimi i kohës në punë dhe në vepra të mira. Kjo është koha vëllezër. Këto ditë që pak ditë që po na ndajnë nga ardhja e muajit të Ramazanit, kjo është koha për të cilën besimtari duhet të japi maksimumin e tij. Dhe ta falenderoj Zotin për arritjen e muajit begat të Ramazanit. Pasuria ndodh që edhe humbet ndonjëherë, por rikuperohet. Edhe njeriu sëmuret, por edhe shërohet. Aman koha, jeta e njeriu kur ikën nuk kthehet me. Dhe kjo është shkaku që Allahu i madhruar është betuar për kohën. Ramazani, kjo është koha. Allahun e madhruar gjithmonë duhet ta falenderojmë dhe duhet të jemi mirënjohës shumë për Islamin, imanin që na ka dhuruar. Vallahi, gjithmonë emocionohem kur lexoj historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe historinë e profetëve të dërguarve të Allahut salawatullahi alaihim. Pse dua ta përmend këtë? Që gjithë secili prej nesh, unë i pari që flas, edhe të gjithë që jemi prezent në këtë xhami, Allahu i madhruar na ka dashur që na ka sjellë në xhami. Allahu na ka dashur që na ka bërë imanin të dashur në zemrat tona. Dhe kjo është një mirësi dhe një begati që Allahu i madhruar nuk ja jep të gjithëve, po ja u jep atyre të cilët Allahu i madhruar i ka përzgjedhur. Gëzohuni o vëllezër, të gëzohemi që jemi për të përzgjedhurve të Allahut madhruar. Ti referohemi pak historisë së profetëve. Nuhu alayhis salam, a nuk e deshi djalin e tij? Shumë e deshi. Nuk e pranoi Islamin. Dhe vdiq në kufër. Baba Ibrahimit alayhis salam nuk e pranoi Islamin. Bashortja e Lutit alayhis salam nuk e pranoi Islamin. Të qëndrojmë tek historia e profetit tonë të dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa e desh profeti alayhis salam xhaxhain e tij Ebu Talibin. Sa e ndihmoi Ebu Talibi profetin e Zotit sallallahu alaihi wasallam me pasurinë e tij edhe me trupin e tij. Dhe në fund fare nuk u bë prej të udhëzuarve. Çfarë do të thënë kjo? Allahu i madhruar thot inneke len tahdi men ahbabt, walakin Allah yahdi men yasha. Ti nuk mund të udhëzosh atë që do ti, por Allahu i madhruar është ai i cili udhëzon këtë dojë ai. Pra të gëzohemi të nderuar vëllezër që jemi prej të përzgjedhurve të Allahut të madhruar dhe kjo na gëzon shumë, edhe duhet ta falenderojmë Allahun e madhruar shumë, sepse me falenderimin e Zotit
mirësitë edhe begatit janë të vazhdueshme në jetën tonë. Ardhja e këtij muajit që ne po e presim me padurim edhe anë mban botës muslimanët, ata të cilët e kanë kuptuar se çfarë do të thënë shtylla e katërt e Islamit, agjërimi, e presin me mallëngjim. E presin me mallëngjim për shkak të mirësisë dhe vlerës së madhe që mbart ky muaj në brendësinë e tij. Sa njerëz e pritën këtë Ramazan, po sot nuk ndodhen në safat e xhamive, nuk ndodhen në jetën tona. Thjesht kanë mbetur si emra dhe i kujtojmë gjithmonë në lutjet tona dhe sa herë që i përmendim themi Allahu i mëshiroft dhe Allahu na bashkoft me ta në xhenetet e larta. Dhe arritja e Ramazanit është një mirësi që duhet vlerësuar. Dhe kjo është koha që ne duhet këtë këshill, këtë porosi ta sjellim ndërmend gjithmonë. Gjatë ditëve të Ramazanit dhe gjatë netëve të Ramazanit. Vëllezër të dashur, Ramazani, kjo është koha e ndryshimit. Kjo është koha e kthimit tek Allahu i madhruar dhe fuqiplot. Ne gjithmonë, edhe unë që flas, sepse nuk jam i mirë për jush, edhe unë jam njësoj si ju, të gjithë ne kur mbaron Ramazani dhe gjatë periudhës që presim Ramazani, themi inshallah me lejen e Zotit, kur të vijë Ramazani do të bëjmë këtë vepër, do të bëjmë atë vepër, do të kontribuojmë në këtë projekt, do të përfshihemi në këto vepra të mira. Ja, Ramazani po na vjen. Ato dëshira dhe ato qëllime dhe ato objektiva që ne i kemi përgatitur apo i kemi menduar kohën më përpara, është momenti që ne t'i vëmë në praktik, t'i praktikojmë dhe t'i jetësojmë. Sepse muslimani i vërtet, besimtari i vërtet, është ai i cili beson edhe vepron. Si na thotë Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar, ja ayyuhalladhina amanu, dhe gjithmonë kur Allahu i madhruar na drejtohet me shprehjen o ju që keni besuar. Abdullah ibn Abbas i thotë, sa herë që ta dëgjoni këtë fjalë, kjo do thotë o ju të dashurit e Zotit, o ju të zgjedhurit e Zotit. Ja ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la tafalun. Pse thoni vepra të cilat ju nuk i veproni? Kebure maktan indallahi an taqulu ma la tafalun. Është shumë e urryer tek Allahu i madhruar të thuash fjalë të cilat nuk i bën. Besimtari i vërtet është ai i cili e thot fjalën dhe më pas e jetëson atë në jetën e përditshme. Dhe një nga problematikat e ummetit, e shoqërisë sonë ku ne jetojmë, sot elhamdulillah fal mëshirës së Allahut madhruar, jetojmë në kohën e teknologjisë, ku çdo gjë ecën shumë shpejt. Lajmi vjen shumë shpejt dhe çdo gjë duam t'i bëjmë shumë shpejt. Por besimtari duhet atë që e thot, duhet ta veprojë, duhet ta jetësojë. Edhe ne e vuajmë këtë. Jetësimi duhet të eci paralel me atë që dëgjojmë. Dhe unë e kam programuar në ligjëratën time të sotme që të gjitha ato ligjërata që keni dëgjuar në këtë xhami, Zoti shpërbleft xhallarët, parafolësit dhe juve për durimin që keni treguar në këtë xhami, të përpiqemi të jetësojmë dhe do ta shikoni se sa mirë do të ndihemi në jetën tonë edhe në zemrat tona. Kjo është koha, jo nesër, jo pas një kohe, jo pas një muaji, jo pas një viti. Shfrytëzoje kohën dhe momentin, sepse nuk e dim se kur është momenti kur ne do të ikim nga kjo botë edhe të mos mbeten ato projektet dhe ato qëllime tona thjesht në fjalë, por të përpiqemi dhe të jemi të sinqertë në ato që themi, sepse disa vepra shpërblimi i tyre arrihet edhe me anë të njëjtit të qëllimit. Kjo është koha e pendimit. Muaji i Ramazanit është muaji i pendimit. Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar në shumë ajete na drejtohet ne besimtarëve. Ku thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët e keni besuar Allahun, tubu ila Allahi jamian ayyuhal mu'minun. O ju të cilët e keni besuar Allahun, pendohuni tek Allahu i madhruar me pendim të sinqert, me qëllim që ju të shpëtoni. Dhe në një nga ligjërata që kam dëgjuar, tuflihun, në gjuhën arabe, hoxha më ndihmon më shumë, thot kuptimi tuflihun dhe feuz ose felah edhe feuz kanë kuptime të ndryshme. Në shqip themi fitore,
por felah në shqip do me thënë fitore dhe nuk ka humbje më. Kurse feuz mund të fitosh një herë dhe mund të humbasësh herës tjetër. Allah i madhruar na drejtoi dhe na thot: pendohuni tek Allah i madhruar me pendim të sinqert, me qëllim që të shpëtoni dhe të mos humbisni asnjëherë. Allah i madhruar thot: ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besuar, drejtohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Dhe ajeti më shpresdhenës që të cilë nuk e vënë dyshim të gjithë e kemi dëgjuar, e kemi lexuar, është ajeti i surës Az-Zumar, ajeti 53, ku Allah i madhruar thot: kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj, o robrit e mi, të cilët e keni ngarkuar veten me shumë gabime, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut, sepse Allahu i fal të gjitha gjunahet, ai është falës i madh dhe mëshirëplot. O vëllezërit e mi, ky ajet është po e quaj një përgëdheli hyjnore për Allahut madhruar. Një nga këshillat e mia në këtë ligjërat është kur ta lexojmë Kur'anin, ta lexojmë me meditim, të përpiqemi të hyjmë në brendësi të ajeteve. Dhe sidomos ky ajet që është më shpresdhënësi në Kur'anin famëlar, ajeti 53 i surës Zumar, Allah i madhruar i thret jo vetëm besimtarët, po i thret të gjithë njerëzit, edhe ata të cilët kanë mohuar, kanë bërë kufër, edhe ata të cilët janë të pabindur ndaj urdhave të Zotit. Allah i madhruar i përgëdhel me këtë ajet kuranor. Mëshira e Allahut madhruar është shumë e madhe. Thot, është një përgëdheli hyjnore, një ftesë e mrekullueshme, e cila vjen prej Allahut madhruar, drejtuar të gjithë atyre robërve të cilët janë të pabindur, ata nga mesi mohuesve, por edhe ata të cilët pendohen sinqerisht dhe kthehen tek Zoti i lartësuar, të nënshtruar e të përkushtuar për të jetuar si adhurues të denj të Allahut madhruar. Allahu na bën me dije se Allah i madhruar i fal të gjitha gabimet e atyre që pendohen sinqerisht, edhe nëse gabimet janë të shumta sa shkuma e detit. Kjo është koha, o vëllezër. Të gjithë ne jemi gabimtar. Asnjëri nga ne nuk është melek, jemi njerëz. Allah i madhruar na ka krijuar njerëz të cilët gabojmë me dashje, gabojmë pa dashje, gabojmë me fjalë, gabojmë me sy, gabojmë me vesh. Aman, mëshira e Allahut madhruar është shumë e madhe dhe asnjëri prej nesh nuk duhet ta ndërpresë dhe ta shkëput shpresën prej faljes së Allahut madhruar. O vëllezër, sa mëkate kemi shtyrë me fjalën një ditë do ta lë këtë gjuna. Çdo njeri prej nesh e di se ku i ka mangësitë e veta në jetën e tij. Dikush e ka problem për gojimin, nuk heq dot dorë, dikush shikimin, dikush dëgjimin, gjunohen nga më të ndryshmet. Sa herë njeriu thot, inshallah unë do ta lë këtë gabim, këtë gjuna. Apo sa gabime të tjera ja kemi mbuluar, ja kemi justifikuar veten duke nxjerrë justifikime nga më të ndryshmet. Pse pendimi është shumë i rëndësishëm dhe kam menduar ta përmend sot në këtë ligjërat. Pendimi është shumë i rëndësishëm para Ramazanit, sepse nëse ne nuk pendohemi sinqerisht, nuk i kërkojmë falje Allahut madhruar për gabimet që kemi bërë, do të privohemi shumë. Do të privohemi nga mirësia e madhe që mbart muaji i Ramazanit. Dietarët musliman kanë shkruar libra. Kanë shkruar libra për ata të cilët quhet el mahrumun, ata të privuarit. I privuar nuk është ai i cili nuk ka pasuri. I privuar nuk është ai i cili nuk jeton një jetë luksi. I privuar nuk është ai i cili nuk ka një post në jetën e kësaj bote. O vëllezërit e mi, ju dua për hir të Allahut madhruar dhe këshilloj veten time dhe juve. I privuar është ai i cili nuk mundet dot të ngrejë duart dhe ta lutë Allahun e madhruar. Sepse Allahu i madhruar nga mëshira e tij, kur robi ngret duart nuk ja kthen lutjen mbrapsht. Dhe jemi në muajin e begat të Ramazanit, ku lutja e agjëruesit është e pranuar. Po jo të gjithë njerëzit mund ta bëjnë një gjë të tillë. Ka njerëz që janë të privuar dhe shkaku i privimit të mos ngritjes së duarve të ta lutë Allahun e madhruar është shkaku sepse nuk janë penduar sinqerisht dhe nuk janë larguar prej gabimeve dhe prej gjunaheve. Kjo është koha.
Kjo është koha kur të cilën ne duhet pendohemi dhe duhet të kërkojmë falje tek Allahu i madhruar. I privuar, njeriu mund të privohet nga namazi me xhamat. Për shkak të një gjunahu, njeriu privohet, i hiqet mirësia e namazit me xhamat. Për shkak të një gabimi që njeriu e bën, njeriu mund të privohet nga namazi i sabahut, i cili ka vlerë shumë të madhe. Si ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, mësuesi i njerëzimit, kush e fal namazin e yacis me xhamat, edhe namazin e sabahut, llogaritet sikur ka falur gjithë natën, namaz natë. Ndodh që njeriu të privohet edhe mos jetë prezent as në namazin e yacis dhe as në namazin e sabahut për shkak të ndonjë gabimi apo ndonjë gjunahu. I privuar njeriu mund të jetë edhe në familjen e vet. Fëmijët e tij nuk binden, nuk e dëgjojnë babain, nuk e dëgjojnë nënën, dhe kjo është shkak i ndonjë gabimi apo ndonjë gjunahu të cilin njeriu e ka bërë dhe nuk është penduar dhe nuk ka kërkuar falje tek Allahu i madhruar. Të privuar janë shumë. Unë lut Allahun e madhruar që mos jemi prej të privuarve, por të na pastrojë nga gjunahet, na i pranoj pendimin, që kur të hyj dita e parë e Ramazanit, nata e parë e Teravive, të jemi të lehtë, të qetë dhe të përjetojmë ato çaste dhe atë muaj të Ramazanit ashtu siç takon madhështisë të këtij muaji. Kjo është koha. Ramazani është quajtur muaji i Kuranit, sepse në muajin e Ramazanit Allahu i madhruar e ka zbritur Kuranin. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të gjatë ka përmendur që në muajin e Ramazanit kanë zbritur të gjitha shpalljet e Allahut madhruar. Edhe Kurani famëlart ka zbritur në muajin e Ramazanit. Ka zbritur në Beitul Izze, në qiellin e dynjas, dhe më pas periudha e zbritjes ka vazhduar për 23 vite. Muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit, është muaji në të cilin Allahu i madhruar e zbriti Kuranin, i cili është udhërrëfyes për njerëzit, sqarues i rrugës së drejtë dhe kriter dallues i së vërtetës nga e kota. Të dashur vëllezër, nuk dua të zgjatem shumë, se ndoshta edhe xhallarët parafolësit e nderuar i kanë përmendur këto fjalë më mirë se sa unë, por dua që këtë këshill që do t'ja jap tani, dua ta mbani mend dhe ta kujtoni dhe ta shpërndani me njerëzit e dashur tuaj. Kurani është kushtetuta e muslimanit, është fjala e Allahut madhruar. Nuk duhet braktisur, nuk duhet kthyer vetëm në muajin e Ramazanit, por Kurani duhet jetojë me ne. Duhet jetojë me ne duke lexuar, duke medituar dhe duke praktikuar. Kështu ja japim hakun librit të Allahut madhruar ne. Allahu i madhruar në suretul El-Anbiya ajeti 10 na tregon se ku është krenaria jon, ku është fisnikëria jon, ku është nderi jon. Allahu i madhruar thot: "Lekad enzelna ileikum kitaben fihi dhikrukum afala ta'qilun." Sa ajet madhështor është ky. Nëse do të meditojmë, të lexojmë tefsirin, kuptimin e këtij ajeti, do të na mjaftonte që të hyjmë në Ramazan krenar, ashtu siç na ka quajtur Allahu i madhruar në këtë ajet. Çfarë thot Allahu i madhruar? Allahu i lavdëruar tregon për vlerën e madhe të librit të tij, të fjalës së tij, Kuranit famëlart, dhe i nxit njerëzit që ta besojnë fjalën e tij dhe të bëjnë punë dhe vepra të mira, ku Allahu i madhruar thot: "Ne shpallëm librin Kuranin në të cilin gjendet krenaria juaj." O vëllezërit e mi, jetojmë në një kohë ku krenaria e muslimanëve nuk është atje ku duhet. Jemi ummeti i foljes Iqra, lexo. Allahu i madhruar po na thot: krenaria juaj, fisnikëria juaj, nderi juaj është në librin e Allahut madhruar. Si është krenaria? Si është fisnikëria? Si është nderi në librin e Allahut madhruar? Është duke lexuar, duke besuar dhe duke punuar me të. Nëse ne do lexojmë dhe do ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme, Allahu i madhruar dhe fuqiplot ka për na kthyer këtë krenari të cilës botës islame sot po i mungon. Ibn Abbasi kur e ka komentuesi më i madh i Kuranit famëlar, kur e ka komentuar këtë ajet,
ka thënë, nderi, fisnikëria juaj është në Kur'an. Kush e kërkon nderin dhe fisnikërinë, le t'i kthehet fjalës së Allahut madhruar. Mujahidi gjithashtu thot, fama dhe krenaria juaj është në librin e Allahut madhruar. Pra, Kurani vëllezër nuk duhet lexuar thjesht si audio, që unë bëra një hatme, bëra dy hatme, dola në fund. Kurani duhet lexuar me meditim. Dhe pas meditimit vjen praktika dhe atëherë kthehet ajo çfarë nxorëm nga ky ajet. Jo vetëm kaq. Ne në muajin e Ramazanit, përveç se agjërojmë Ramazanin, lexojmë edhe fjalën e Zotit, sepse është quajtur muaji i Kuranit. Të dy këto adhurime, si agjërimi edhe Kurani, do të ndërmjetësojnë, do ta shoqërojnë njeriu ditën ku do ta braktisi njerëzit më të dashur të tij. Do ta braktisi babai i tij, do ta braktisi nëna e tij, do ta braktisi posti i tij, do ta braktisi pasuria e tij. Kurani dhe agjërimi, siç na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam, do të vinë në ditën e gjykimit dhe do të ndërmjetësojnë të dy. Lusë Allahun që të jemi prej atyre të cilët do na ndërmjetësojë agjërimi edhe Kurani. Çfarë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam? Në ditën e gjykimit do të vijë agjërimi dhe do të thotë, o Zoti im, unë e ndalova prej ushqimit, prej pijes gjatë ditës, andaj më bëj mua ndërmjetës për të. Gjithashtu do të vijë Kurani, do të thotë, o Zoti im, unë e ndalova nga gjumi gjatë natës, andaj më bëj mua ndërmjetës për të, e kështu që të dy do të ndërmjetësojnë robin i cili ka agjëruar dhe ka lexuar Kuranin. Hadithet për leximin e Kuranit janë të shumta, por do të mjaftohemi edhe me këtë hadith të shkurtër, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi." Lexojini Kuranin, sepse Kurani do të vijë ndërmjetësues për juve në ditën e Kiametit. O vëllezërit e mi, kjo është koha e ndryshimit. Kjo është koha që të bëhemi të devotshëm. Edhe ajeti fisnik, ku Allah i madhruar na e ka bërë obligim agjërimin e Ramazanit, me çfarë e mbyll? Thot la'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Prej të devotshme kanë mirësi, kanë hajër gjithë ummeti, gjithë njerëzit, edhe ata të cilët nuk na kanë ardhur ende në xhami, edhe ata kanë mirësi prej të devotshmeve. Zoti na bëft prej të devotshmeve, sepse agjërimi, leximi i Kuranit, namazi, bamirësia, të gjitha këto na shpihen tek qëllimi që Allah i madhruar e ka obliguar agjërimin e Ramazanit, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Agjërimi nuk do të thotë të braktisësh ushqimin edhe pijen. Agjërimi që Allah i madhruar na i ka sjell dhe na i ka bërë detyrë, është periudha më e dobishme e vitit. Nëse dim ta vlerësojmë. Ramazani është muaj ku shpërblimet e besimtarit shumë fishohen, ku vlera e namazeve sunnete kapin vlerën e farzeve, ku sadakaja në Ramazan ka vlerën e zekatit, dhe këto të gjitha i gjem në porosit e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ramazani, të nderuar vëllezër, është një institucion për përmirësimin e karakterit të njeriut. Është përmirësim për karakterin e njeriut si nga ana morale edhe nga ana shpirtërore. Qëllimi i agjërimit është që ta ndihmojë besimtarin, ta ndihmojë në zhvillimin e vetëpërmbajtjes. Qëllimi i agjërimit është vetëpastrimit, është vetëdijes, është dëmshurisë që duhet të ketë njeriu për njerëzit dhe për krijesat të cilat e rrethojnë. Agjërimi është muaj i bujarisë dhe gjem momentin edhe rastin vëllezërit të cilët Allah i madhruar i ka begatuar me mirësitë e kësaj bote, ta shtrin bujarin tek ata të cilët janë nevojtar, sepse tek Allah i madhruar asgjë nuk humbet, por shpërblehet shumë fish edhe shumë fish. Ne shembullin më të mirë e kemi tek i dërguari i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte më bujar në Ramazan dhe duhet që në muajin e Ramazanit ta shtojmë bamirësinë, ushqimin ndaj të varfërve, përgatitjen e ushqimit për të varfrit edhe nga veprat që e fusin njeriu në xhenet është shpërndarja e ushqimit për të varfrit.
unë do të mbyll me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e sjell Ebu Jusuf Abdullah ibn Selam, i cili thot: kur erdhi dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë, u afrova dhe njerëzit dolën dhe e prisin me gëzim të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur u afrova afër tij, pash që në fytyrën e tij nuk ishte shenja gënjeshtre, një fytyrë e ndritshme, një fytyrë e sinqertë. Dhe gjëja e parë që kam dëgjuar pe gojës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky është hadith madhështor i cili i përmbledh këto të cilat do t'i përmendim në muajin e begat të Ramazanit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përpara njerëzve tha: o ju njerëz, përhapeni selamin, jepni ushqim, ushqeni të varfrit, mbani fort lidhjet farefisnore dhe faluni natën kur njerëzit janë në gjumë, të hyni në xhenet me selam. Sa hadith madhështor është ky i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa nevojë kemi sot për një selam të ngrohtë. Sa nevojë kemi sot që ta përhapim përshëndetjen e muslimanëve, e cila edhe kjo përshëndetje lut Allahun që të shtohet sa më shumë, edhe të mos bëhet të shpërndahet selami vetëm atje ku i njohim, po të muslimani duhet ta përshëndes edhe atë të cilin nuk e njeh, edhe pse nuk ka kaluar kohë apo nuk është ulur në një kafe apo ka bërë muhabet. Muslimani ka shenja dalluese të tij. Përhapeni selamin, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ushqeni njerëzit të cilët janë të varfër. Ruajini fort lidhjen me farefisin. Dhe farefisi ka për qëllim familjen. Jo si ata njerëz të cilët kanë braktisur prindërit e tyre. Jo si ata njerëz të cilët nuk mblidhen me farefisin vetëm se në rastet kur ndodh ndonjë vdekje. Nuk na ka mësuar kështu profeti sallallahu alaihi wasallam. Na ka mësuar me këto të cilat sapo i përmendëm: jepni ushqimin, mbani fort lidhjet farefisnore dhe faluni natën kur njerëzit janë në gjumë, të hyni në xhenet me selam, me paqe. Ky është muaj ku mblidhen të gjitha këto mirësi, edhe dhënia e selamit, që është pjesë e gjitha jon, përshëndetja jon, edhe ushqimi, dhënia e ushqimit, e iftareve, edhe ruajtja e lidhjeve farefisnore, ata të cilët i kanë të shkëputura të përpiqen për hir të Zotit, të shkojnë edhe nëse ju kanë hyrë në hak, të pajtohen, të japin dorën dhe të rregullojnë lidhjet farefisnore. Dhe në namazin, në agjërimin e Ramazanit, ne kemi namazin e teravive edhe namazin e natës, të përkushtohemi në këto net, sepse e fundit që duhet të përmend, kjo është koha, po për disa kjo kohë edhe ndalon. Atë çfarë përmenda në fillim të ligjëratës, shumë njerëz e pritën Ramazanin, por nuk ndodhen sot më në mesin tonë. Dhe ne ta agjërojmë këtë Ramazan sikur ky agjërimi i Ramazanit të jetë i fundit për ne. Ta falim namazin sikur nuk do të vim dot më të falim namazin e Yacis, të përkushtohemi në adhurimet, të shfrytëzojmë çdo moment, çdo fjalë të mirë, çdo vepër të mirë, sepse tek Allahu i madhruar nuk humbet asgjë, vetëm se ruhet edhe shumëfishohet edhe begatohet, vetëm nëse ajo punë dhe ajo vepër është e sinqertë për hir të Allahut madhruar. Unë e lut Allahun e madhruar të na mundësoj që të hyjmë në agjërimin e Ramazanit. Lut Allahun e madhruar të na falë gabimet tona, të pranoj pendimet tona, dhe kur të hyjmë në Ramazan, të hyjmë të falur me gjunahe dhe të përjetojmë Ramazanin ashtu siç takon këtij Ramazani. Dhe në fund ju falenderoj shumë dhe lut Allahun e madhruar që ashtu siç na ka mbledhur në këtë xhami me këtë xhamat të nderuar me hoxhën e krye, të na bashkojë Allahu i madhruar në xhenetet e larta me pejgamberët e Zotit, me të sinqertët edhe me dëshmorët. Edhe një herë Zoti ju shpërblef me të mira, Zoti ju lartësoftë dhe Zoti ju begatoftë me mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Allahu e shpërbleft hoxhën për ligjëratën që mbajti për këshillat. Është tamam siç e thënë në fillim të hoxh, që drita nes, na unes drita besimit. Njeriu duke kujtuar mirësitë dhe duke pas
informacionin e saktë për gjën i jep edhe rëndësinë. Për këtë arsye domethënë për kujtimi i këtyre temave dhe i gjërave që përmeni hoxha është i rëndësishëm për të gjithë ne, sepse kemi nevojë ta kujtojmë vazhdimisht. Tu jap një argument thjesht për këtë që thash. Sa herë flitet në Kur'an për xhenetin? Çdo 2-3 faqe. Sa herë flitet për xhenemin në Kur'an? Çdo 2-3 faqe. Po mund të shefol një vend edhe mjaftonte për shembull. Ja njëri ka nevojë vazhdimisht. Kështu që shehi i dashur, hoxhi i dashur, imam i nderuar, nuk ka, si më thon, përsëritje në këto tema. Gjithë secili ka, si më thon, metodën e vet, mënyrën e vet, po më shumë o hoxhi i dashur dhe imam i nderuar në këto tema flasin zemrat përpara se të flasin gojët. Kështu që është diçka që njeriu e ka në zemër, arrin ke xhamati para se ta flasi goja. Edhe kjo është ajo që elhamdulillah ne e hasim tek hoxhallarët e nderuar dhe të dashur të cilët neve na kanë vizituar. Elokuenca dhe artikulimi është e katërta në radhë. Po kjo është kryesorja. Dhe ne elhamdulillah përfitojmë nga fjalët dhe nga këshillat e tua.